Pasi u mblodh ushtria për marrjen e kalas së Petrelës, i pari u nisi pararoj Mojsiu me 3.000 kalorës. Pas të i vinte Skënderbeu bashkë me pjesën tjetër të ushtrisë. Skënderbeu solli me vete disa makina lufte të gjetura në Krujë për të shtënë merrin banorëve të Kështjellës. Thuhet se Skënderbeu i fitoi të gjithë mbretërinë e tij brenda një muaji. Kur arritën ushtarët në muret e kalas së Petrelës, Skënderbeu ndau ushtrinë dhe e rrethoi sa më mirë që mundi Petrelën. Në Tiranën e Madhe vendosi pjesën më të madhe të ushtrisë, sepse ky vend ishte më i përshtatshëm për të ngritur çadrat. Skënderbeu zgjodhi një ushtar fisnik, e të sprovuar që e kishte sjellë me vete nga lufta hungareze dhe e dërgoi për bisedime me turqit. Si shpërblim për dorëzimin, përveç jetës dhe pasurisë personale, u premtoi rroga të majme në rast se do të donin të qëndronin me ushtrinë e tij, duke ndëruar fe dhe mbret. Nëse donin të ktheheshin tek sultani, u premtoi të gjithëve para, ndërsa komandantit i premtoi dhurata të shmuara. I dërguari i Skënderbeut me fjalë të përshtatura i bindi me lehtësi, pasi edhe vetë turqit ishin të prirur për dorëzim. I dërguari i Skënderbeut u përmendi shpesh turqëve fatin e komandantit të Krujës dhe mirimin e të tjerëve që dërgjeshin të braktisur në çdo cep të vendit, duke e bërë kafshat e uqërve dhe e qenve. Ata i besuan me lehtësi të gjitha sa u thanë, sepse pjesërisht e kishin dëgjuar nga të tjerët dhe pjesërisht e kishin parë me sy dhe i pranuan kushtet e ofruara. Që të dilnin nga qyteti, mjaftojnë që t'u lejohet të largoheshin me gjërat e veta të paprekur, pasi u siguruan nga Skënderbeu, turqit dolën nga muret e kalas. Skënderbeu i ndihmoi me para, kuaj dhe ushqime, me qëllim që të mos mulmoheshin nga shqiptarët me prita apo me dhunë. Dërgoi bashkë me ta deri në kufit e mbretërisë Mojsiun me disa kalorës. Kështu Petrela, qytet jo shumë i madh, por i papushtueshëm për shkak të natyrës së vendit dhe lartësisë të malit, priti me lehtësi sundimin e Skënderbeut.